Habit bashkëshortja e Lori Kcanës zbulon arsyen pse e la pas 3 muajsh njohje. Disa kohë më vonë e takova dhe bashkëshortja ish kapiteni të kombëtares shqiptare Lori Kcana, Monika ka zbuluar prapaskena interesante nga fillimet e lidhjes së tyre në dokumentarin Lorik, i cili ju kushtua kapitenit legjendar. Duke folur për historinë e tyre të dashurisë, Monika ka zbuluar një detaj që nuk dihej deri më tani. Ajo ka thënë se Loriku e ka lënë atë vetëm 3 muaj pas njohjes, pasi dëshironte një grua shqiptare. Shkoj me disa shoqe të mia në restorant. Aty ishte një tryeze e madhe dhe unë ulem përballë. Aty ishte edhe Loriku dhe shpesh shkëmbenim shikime dhe buzëqeshje. Në fund vjen kamarierja dhe sjell faturën dhe më sjell edhe një letër me numrin e telefonit dhe me emrin tim. Kur shkoj në shtëpi, shkruaj: "Ka ikur koha e letrave, duhet ishe ngritur nga tryeza dhe të më flisje. Ai nuk më tregoi se ishte futbollist. Më tha se do të largohej për një javë për arsye të punës dhe do të më shkruante kur të kthehej. Ai ishte në grumbullim me kombëtaren", ka treguar fillimisht në dokumentar bashkëshortja e Canës. Monika më pas tregoi edhe kur Loriku i kërkoi që të ndaheshin dhe shprehjet: "Kemi dal pasi është kthyer dhe pas 3 muajsh më la. Më la sepse e donte gruan shqiptare. Normalisht që u ndjeva keq sepse më la thjesht për faktin që isha italiane dhe se isha dikush thjesht për ta kaluar kohën", i thash. Në rregull, pa çfat. Disa kohë më vonë ndodhesha në një servis dhe dëgjoj një zhurmë makine. Ishte makina e tij. E pyes nëse e kishte gjetur gruan dhe më thot jo. I them se mund të dilnim për darkë dhe kështu u lidhëm sërish për të mos u ndarë më.